Berisha me Partinë Demokratike. Hap listat që të fusi në emra të sigurt deputetë Ilir Metës dhe lë jashtë listave demokratë që kanë sakrifikuar. Dhe ti sot lasi vita. Kosto përfitim është çdo veprim, kosto përfitim. Shko, Alfred, nëse do fitosh 10, do lësh 5. Po tani nëse ti merr një parti e cila është zëruar, që ka kryetarin i cili në opinionin publik e ka damkën si parti kliente liste, hajdute dhe mos të them që ata 4 deputet sa të mbarojnë zgjedhje do vend t'i ofrojnë Edi Ramës, siç ka ndodhur, kjo nuk është më pastaj zgjidhje. Dhe ti sot sot Partia Demokratike ka dy grupe. Është grupi i zotit Berisha, është dhe grupi i zotit Basha. Unë ta them me bindje duke qenë se i njoh Partinë Demokratike. Koalicioni Euroatlantik ka vetëm demokrat, dhe demokrat nga viti 90